Në një punisht të artizanati në Shkodër, druri i ullirit merr formë nga duart e mjeshtrit Muhamet Trepçi, i cili prej afro 3 dekadash i është përkushtuar këtij materiali unik. Ai thotë se çdo copë druri mbart histori të shkruara në vizimet dhe kontrastet natyrale të tij. Unë me dronin punoj qysh fëmijë, por se me dronin e ullinit 98 e knajna. Ajo që unë meta mrend me dronin e ullinit është dalja figurave. Figura natyrale. Unë i kam qujt gjetje të rastësishme dhe aty është edhe shpirti im. I frymzuar nga filozofia Umberto Eco, Trepçi beson se natyra krijon forma me një harmoni të tillë dhe artistit i mbetet vetëm të zbulojë. Umberto Eco ka kënë një artikull i tij, ka kënë një busull për mua. Aty shpjegon kur janë këto gjetje vepra artit, ku është ndryshimi me pikturën. Punimet e Muhamet Trepçit i kanë kaluar kufit e Shqipërisë. Ato janë ekspozuar në disa vende, përfshirë edhe në monumentin historik të Vitoriano në Rom, ku janë prezantuar si forma të artit bashkëkohor. Derisa janë bërë disa ekspozita, janë pëlqyer, a bën ekspozita para bën Rom, a bën Stamboll, a bën Selanik, a bën Budva dhe fundit a bën Londër. Po kryesisht me zogën e me patën në Hamburg kam edhe një pikturë që ka një përmajtje atje. Është një vepër artit e mirëfill, është një marrëdhënie që ka çukapiku me gjarpnin që vjen me hangër. Edhe përfaqëson edhe disa elementa të jetës tonë që është e gërsupak. Pavarësisht moshës, Muhamet Trepçi vijon punën çdo ditë, duke e kthyer drurin e ullirit në një dëshmi arti dhe tradite. Unë kam qujt dhuratë Zotit më marrë me këtë punë edhe me lanë në Shkodër me bë një punë dobishme.